Vajza e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump, ndodhet në Vlorë, shoqëruar nga bashkëshorti i saj, Jared Kushner, dhe familja e tyre. Ata kanë zgjedhur që në këtë udhëtim të drekojnë në një nga restorantet në qytetin bregdetar, ndërsa foto është publikuar nga Aldo Mehmeti, menaxheri i restorantit. Në sfond duket perëndimi i diellit dhe ishulli i Sazanit, ku dhëndri Donald Trump pritet të investojë për ndërtimin e një resorti luksoz në një nga zonat më të bekuara të Shqipërisë. Mehmeti ka ndarë edhe një mesazh me ndjekësit e tij për këtë vizitë të veçantë. Ishte një nder i vërtet të mirëprisja Ivanka Trump dhe bashkëshortin e saj Jared Kushner, së bashku me familjen e tyre të bukur në brigjet e Vlorës. Momente të tilla na frymëzojnë të ndjekim përsosmërinë çdo ditë përmes autenticitetit, elegancës dhe mikpritjes së përzemërt. Faleminderit që na zgjodhët ne, shkruan ai. Me statusin e investorit strategjik për janarit, dhëndri Trump do të ndërtojë një resort me vlerë 1.4 miliard dollar. Bëhet fjalë për një sipërfaqe prej 562 hektarësh të ishullit të Sazanit, ku 45 hektar janë të destinuara për ndërtimin e strukturave akomoduese elitare, rezidenca me standard të lartë, marina turistike, zona gastronomike dhe rekreative. Të gjitha këto ndërtime do të bëhen në pjesën perëndimore të ishullit të Sazanit dhe nga Vlora asgjë nuk do të duket. Qeveria synon që nga implementimi i këtij projekti të hapen së paku 1000 vende të reja pune dhe të sjellë zhvillim edhe për qytetin e Vlorës.